Po shiko, nëse bota do bëj një luftë me armë, ajo do jetë me armë bërthamore. Pra, nuk do llogarisim atë që është lufta e tanishme, do llogarisim luftën mbrapa që do jetë me gur pastaj. Sepse Është vërtet. Janë 6900. Ashtu i bie. 6900 armë bërthamore ka Rusia, edhe një 3000 ca i ka Amerika, 10000 armë bërthamore kanë vetëm këto dy fuqi të mëdha, pa llogaritur të tjerët. Pak më shumë Franca mos gaboj, Franca pak më ka pak një se 250, po është ideja në vend të tretë pra apo? gjithë kanë potencial shkatrues. Po. Pra lufta termobërthamore nuk është kaq e thjeshtë sa që bëjmë. Aq më tepër armët e gjeneratës 5-6 etj që janë një saksi të Po pse ka më shumë mundësi të ndodh kjo? Pra, dy mundësi janë, o do ndodhi paqja, ajo për cilën po punon Donald Trumpi. Po pra, po pse vetëm opsioni bërthamor? Shiko, nga Dhe jo një luftë e tretë botërore, po themi me armë. Nga viti 1944 deri në ditën që jetojmë, paqja në botë ka ruajtur armët bërthamore. Dhe ka ruajtur armët bërthamore pikërisht si armë detante, pra si kërcënimi, pra mos guxot merresh me mua, s'u çoj armët bërthamore dhe të shkatroj. Imagjino një luftë termobërthamore Rusi-Evropë. Pra, Franca godet një qytet rus, edhe rusët godasin një qytet që s'është Francë, po godasin. Po mirë, reciprokisht asnjëri nuk ka leverdi ta bëj këtë. Po tash imagjino, nuk thash që do ndodhë. Pra, të gjithë e dim forcën shkatruese dhe prandaj thash që paqen e kanë ruajtur armët bërthamore. Dhe një nga pikat unë të përmenda përpara që Trumpi dhe Putini po flasin, është reduktimi i armëve bërthamore. Pikërisht për shkak kërcënimit real që kanë. Prandaj jemi o një marrëveshje e madhe o një luftë e madhe. Nuk ka shumë zgjidhje kjo. Po Amerika se ka shumë që thonë për Amerikën është në një moment decisiv. O shkatrohet bie. Nuk shkatrohet dhe bie Amerika për shkak të Evropës. Evropa shumë e vogël. Jo, për shkak të vendimeve të Donald Trumpit. Nuk shkatrohet. Donald Trumpi e ka orientuar se nuk është Donald Trumpi. Republikanët, ta thash që në vitet 60-70 kanë menduar gjithmonë interesat afatgjatë të Amerikës janë në azilet e paqësor. Edhe Obama u tërhoq nga Ballkani dhe nga Evropa që të merren me azilet e paqësor. Atëherë dukshëm kemi hyrë në rend të ri botëror. Po hym drejt një rendi të ri botëror. Thjesht Donald Trumpi është biznesmen dhe i thotë gjërat më shqeto. Po kjo punë ka filluar më përpara, ka filluar me Bushin, me Obamën, që Amerika është më orientuar dhe më predispozuar për të marrë me azilet e paqësorit se atje është dhe ekonomia amerikane. Për kuriozitet, po shumë shkurtë se dua të shfrytëzoj kohën, doja mendimin tënd për atë që ndodhi në zyrën ovale mes Trumpit dhe Zelenskit. Po normale, se çfarë priset. Çfarë komenti ke ti? Gjëja më normale. Domethënë trajtoi siç duhet Trumpi Zelenski. Po pse ç'do i thoshe? Tash ti po vjen këtu te unë, ke nevojë për mua, po më bën dhe leksione demokracie apo leksione force. Normale. Ti nuk ke, pra, e mënyra vetëm për të mbrojtur jam unë. Paratë e mia, të popullit tim dhe ushtarët e mi. Atëherë si vjen, me mend të kujt vjen, edhe më bën presion më shpejt bardh. Që nga mënyra se si u vesh, vërtet Tito ka ndezur në shpejt bardh puron në zyrën e presidentit të Amerikës. Por ishte një botë e ndarë në dy pjesë ku Tito përfaqësonte një grup vendesh komunista që ishin shkputur nga Bashkimi Sovjetik. Çfarë ka sot Ukraina që ti duhet Amerikës? Asja. Ki parasysh nëse unë ta thash që njeriu me më pak përgjegjësi në politikën amerikane është Zelenski. Për shkak se Ukraina ka një ka pas një administrim jashtëzakonisht keq nga pavarësia e saj në thënjëshin e deri në para se të hynte në luftë. Me probleme të rënda korrupsioni, me oligarkë etj. Prandaj janë bërë ato revolucionet e famshme në Portokalli. Dhe domethënë ato gjëra që kanë ndodhur në Ukrainë rreth 20-25 vjet me protesta etj nuk kanë ndodhur për të llogaritur nëse janë pro-rus ose anti-rus. Ukrainasit nuk kanë dashur të ndahen nga Bashkimi Sovjetik. Ka qenë një Elcini që ka thënë ikni ndauni, krijoni shtetin tuaj. Ato kanë ndodhur sepse ka pas një keq menaxhim të Ukrainës. Tani, me të drejtë Ukrainasit thonë, po mirë, ne bëm gjithë të luftë, u shkatruam etj. Do marrim në gjë apo jo? Dhe unë mendoj që ajo që i takon në fakt është një ndërsim i shpejt në BE. Edhe çështja e rindërtimit, çështja e rindërtimit do është shumë delikate. Ndaj unë mendoj që amerikanët kanë zgjedhur Arabinë Saudite si partner dhe Katarin për çështjen e rindërtimit të Ukrainës sepse ata kanë cash flow. Qartë.
sepse është një vend shumë i madh. Ukraina është 2 herë Gjermania. Imagjino një vend sa 2 herë Gjermania që duhet rindërtuar sërish nga e para. Kuptoj. Infrastrukturë energjetike, infrastrukturë rrugore, kurudore, pallatet, industria, gjithë gjërat e tjera. Është normal. Vim pak në vendin ton të bukur, të dashur Dhe të vogël. dhe të vogël. Flasim pak, kemi një situatë mix mes zhvillimeve nga politika në kuadër zgjedhjeve të 11 majit, po ashtu lajmet që prodhohen nga Spaku, kemi zhvillime edhe që prodhohen nga bota e krimit her pas here. Pra kemi një trekëndësh që lufton e gërshetohet me njëri tjetrin, ndërvepron, prodhon. Si e sheti gjithë këtë atmosferë, këtë panoramë momentale me projekcion 11 majin? Shikoj, një miku im, një senator italian, para 2-3 javësh, erdhi këtu në Tiranë dhe duke përshkruar situatën në Shqipëri, tha është situatë tipike, tha, ku qeverisja është e gërryer nga brenda, nga korrupsioni, nga problemet e qeverisjes së tij. Dhe opozita është tërësisht e dobët e pabesueshme. Dhe opozita më normale që kthehet, se i thash që shifrat janë 51% e njerëzve janë me Spakun, pra me prokurorinë speciale. Pra drejtësia kthehet në një opozitë. Pra, ne kemi një sistem politik në Shqipëri ku nuk zgjedhim më askënd, që nga 2008 e këte, që ka bërë ky Berisha me Ramën, dhe kanë vazhduar ata ta ribëjnë her pas here për fshi edhe para ca muajsh. Dhe kemi një qeverisje që vazhdon rrim për inerci për shkak të dobësisë së opozitës dhe shfaq gjithë problemet që mund shfaqe një qeverisje që rri gjatë. Pra pa i akuzuar, edhe sigur mund të ishin më të mirët e botës për një moment dhe duhet ikësh, apo jo. Dhe kemi një opozitë e cila ne sa po pas listat e opozitës kuptova që nuk kanë zgjuar asgjë të re nga Fronti Perëndimit. To është e Marku. Tani jemi në një pikë ku të gjithë syt shkojnë nga faktori i tretë, që Spaku. Është çfarë Spaku, se Spaku nuk është se na e sollën alienat nga ai planet tjetër. Spaku këtu i kishim. U imponuan këta të huajt para disa vitesh, para 10 vitesh dhe u detyruan këta më shumë zdeshen se sa deshen dhe bën atë reformën me ato ligjet. E tani, ata kanë patur kohë, kanë patur para dhe kanë mbledhur fakte për gjithë. Pak i kanë ndihmuar edhe këta të huajt me dosjet e krimit, me Sky, etc. etj. Dhe kemi Spakun që ka shpatën e Damokleut mbi kokën e këtyre. Këta me shpirt e me qef e prishin nesër Spakun. 94 vota duhen. Por janë në rrugën e të shujqoheturit të antarësim Europian. Pra janë të kapitujt. 3 kapitujt e parë, në të 3 kapitujt e parë, një çështje shumë e rëndësishme është drejtësia. Pra, por Rama ka vënë si objektiv për 11 majin antarësimin në 2027. E ka gjetur edhe këtë herë ai. Shiko, ai mund të jetë çdo doj, por motivin për të kërkuar votën. Ta thash edhe një herë më përpara që antarësimi nuk varet nga Rama, varet nga vendet antarë të BE-s. Mirë, po them për vota i shërben brenda vendit. Ai për vota e ka kollaj. Pse? Pa shpjegoj. Shqipëria është ndarë në 12 qarqe, ai ka rregullat e lojës. Rama t'jep gjithçka përveç rregullat e lojës. Sepse me të rrim pushtet. Pra, PD-ja ka fituar vetëm zgjedhjet e 92-shit dhe ka ardhur në pushtet 2005-ën me një manovër me 3-4 parti të vogla. Po, e luajti mirë atëherë, erdhi. Jo, se luajti mirë, Fatosnano nuk donte që linte një kryeminist. Duart e pastra. Po nuk fitoi zgjedhjet e 2005-s i humbi. Doli Partia Socialiste forcë e parë. Thjesht nuk bëri dot 71 deputet. Se po të kishte bërë 71 deputet do ishte Fatosnano kryeminist. Në 2009-ën ide me njëjta gjë, por ndjes pas Dritan Prifti doli dha një intervistë, qofse Sali Berishës do i duhet të vota ime për 71 unë e kam dhe detyroi Ilir Metën që bashkë me Nasip Naçon dhe Lefter Kokën të bënin atë kaçën e deputetëve ku LSI-ja hyri bashkëqeverisje. Dhe në 2013-ën kaluan ata majtës dhe jugu u rikompaktua. Pse? Sepse Shqipëria ka 12 qarqe, nga cilët 6 jugorët votojnë majtës. 4
veriorët, po ka numrin më të vogël deputetë votojnë djathtas, dhe ngelet Shqipëria e Mesme. Durrësi dhe Tirana.